një luftë të hapur mediale, unë mendoj se LDK do ta çojnë gjithnjë më poshtë. LDK-ja mund të kurrët edhe më të tjerë, pra, sepse nuk do të ishte fitore cili do krahë që të fitoj. Nëse eliminon krahun tjetër, atëherë për aq sa ka eliminuar nga krahu tjetër, për aq do ta dobësoj LDK. Pra, situata është e atill që kërkon një qasje shumë të kujdesshme, një qasje shumë të matur dhe racionale. Për fat keq, unë nuk shoh elemente të tilla, shoh vetëm një acarim, një polarizim pothuajse ekstrem në mes dy krahëve. Nuk e di a ka edhe nën krah tjera aty apo thjesht çka zihet. Unë po flas nga ajo që shohim në opinion. Edhe unë mendoj që kjo nuk është as pak e mirë për LDK dhe nuk sinjalizon ditë mira për të. Pra, nëse LDK-ja nuk do të bie edhe më poshtë se sa ka rënë, për fat keq, pikërisht për shkak të këtyre njerëzve, të them me siguri të plotë të dy krahëve, pra nuk bëj përjashtim nga asnjëri krah, atëherë